Një 62 vjeçar identifikuar si Anton Deda u arrestua nga policia e Mirditës për zjarrvënie të qëllimshme. Siç duket edhe në këto pamje të filmuara me dron, ai u fiksua sapo kishte ndezur një vatër zjarri në fshatin Raja e Valës. Hetimet zbuluan se në ditët e mëparshme 62 vjeçari kishte ndezur edhe 5 vatra të tjera. Nga këto zjarre janë përfshirë nga flakët një sipërfaqe prej rreth 15 hektarësh, për të cilën po punohet për vënien nën kontroll të tij. Deda, sipas policisë, ka precedent të mëparshëm penal për zjarrvënie të qëllimshme. Por ai nuk është i vetmi. Gjatë muajve të verës, policia ka vënë në pranga 32 persona për zjarrvënie të qëllimshme, shkatrim të pyjeve apo pronës me zjarr. Sipas së dhënave zyrtare, 6 ditë të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Kodi penal parashikon dëshkime të rënda për zjarrvënien, kur ajo shkakton pasoja të rënda për pronën, shëndetin ose jetën e njerëzve. Dënohet me burgim nga 10 deri në 20 vjet.